Pas mbarimit të shkollës, miraku më i madh jo vetëm i fëmijëve, por edhe i prindërve, është aktivizimi i fëmijëve për të kaluar kohën e lirë, ku shumë prej tyre, krahas kampeve dhe lojrave verore të zhvilluara nga vetë institucionet shkollore, kanë zgjedhur që të përfshihen edhe në kampe private. Mes shumti të veçlit i gjen në lulishtet e qytetit si alternativa më praktike e kalimit të kohës së lirë. Fëmijët tregojnë se kohën e lirë gjatë verës e kalojnë pranë këtyre ambienteve ku luajnë me shok. Për djemt, loja e preferuar mbetet futbolli. Marrova klasën e 4 e jam 10 vjeç. Tani që ka marrë shkolla, si e kalon mas shumë kohën e lirë? Mirë, luj top futboll me një fëmijë. Luj ton goën në ton lagja, më pëlqen shumë. Ma shumë ti unë luj me shokët e mi në park, në lagje gjithkund. Unë nuk rika shumë në telefon, po kur nuk kam çfarë bë, unë ma shumë lexoj libra. Unë me shok futboll. Është si një aktivitet i bukur me biçikletë, të luash me biçikletë. Shumë mirë duke luajtur me shokët futboll, duke luajtur në lagje, në park. Krahas pushimeve me familjen, frekuentimi i kampeve verore, lojra në natyrë, librat, por edhe mjetet elektronike mbeten mënyrat më të shpeshta ku të veçlit kalojnë pushimet verore.